çfarë na gatoi motra si ditë e fundit që do ishim në Greqi dhe pastaj duhet të iknim për Angli. Edhe tha të na kujdeste një çik ditën e fundit. Na mbush një tepsi me bërxolla njerëz të dashur dhe të bukur. E tha, hani ngopuni tani se kush e di kur hani prapë sa të arrini në shtëpi. Mos e pyesni. Edhe kishte të drejtën se është rrugë e largët, sa të shkosh nga Florina në Selanik, pastaj nga Selaniku në Londër, nga Londra të zona ku jetoj unë afër te Sheffield, edhe që kështu është 8-9 orë rrugë, mos e pyesni, shumë largë. Ndaj edhe përgatiti një tepsi me bërxolla siç mund të shikoni. I hodhi kripë, vaje, piper, rigonë, një çik uthull edhe verë të kuqe. Na e shoqëroi me pilafë, në të cilin hodhi dhe bizele brenda te korizi, edhe e hodhi me lëngun e mishit, e përgatiti me lëngun e mishit, që del për perfekt edhe shumë i shijshëm. Pilafi e ka 1-2 siç mund ta dini, neve i hedhim 2,5 atje që të dali pak më i shkrifët, edhe më i butë për fëmijët, po edhe po ta bëni 1-2 do dali perfekt. Edhe shikoni të gjitha bizelet u hapën në anë kur po zihej pilafi, edhe doli shumë i bukur, edhe i shishëm mos e pyesni. Edhe bërxollat janë gati, edhe na përgatiti bërxolla me pilaf, me bizele për sot, si ditë e fundit që jemi në Greqi, se do ikim për Angli. Na fillon shkolla edhe puna, njerëz të dashur të bukur. Boll me pushime tani. 3 javë më duket se ishin mjaft, Mjaft nuk janë kur, po nejse. Ciao.